إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Na kena marrë, thot më herët, pjesën e namazit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E tash kemi mërri, do thot, kena folë për qiyamin, kena folë për rukuin, tash kena folë për sujudin, për sejdën. السجود التكبير ورفع اليدين عند الهوي إلى السجود. يعني tash thot sejdja që bëhet, edhe bënia e thonja të fjalës takbir, ngritja e dorëve, duke shku poshtë në sujud. ثم قال كان يكبر ويهوي ساجدا وأمر بذلك لمن مسيء صلاته فقال لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله وكان إذا أراد أن يسجد كبر ويجافي يديه على جنبيه ثم يسجد وكان أحيانا يرفع يديه إذا سجد. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bë tekbira, ka thënë Allahu Akbar. Pastaj është hudh në sejdë. Është hudhja në sejdë, thotë sikur të hudhësh, hedhësh në ujë, sikur kur të hedhësh në tokë, thotë së pari i gjun duart, pastaj këmbë. Edhe ka urdhëruar ata që nuk kanë falë namazin mirë. I ka thonë, nuk plotësohet namazi i dikujt derisa thotë semi Allahu limen hamideh pjesa e hadithit, pastaj të ngrihet në këmbë, pastaj të thotë Allahu Akbar, pastaj të bëj sejdë derisa të qetësohen pjesët e trupit të tij, pjesët e trupit të tij të qetësohen të gjitha në sejdë. Dhe kur don të bëj sejdë, hadith tjetër ka bë tekbir, ka thonë Allahu Akbar. Edhe i ka zgjënu durt në dy anët e trupit tij, edhe ka bërë sejdë. Edhe nganjëherë thotë i ka ngrit durt kur ka bërë sejdë, nganjëherë thotë i ka ngrit edhe durt me tekbir kur ka bërë sejdë sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka thonë mësej al-khururu ila al-sujudi ala al-yadayn, zbritja në sejdë me dy durt, me bë çit dy durt para sejdës. Wa kana yad'u yadayhi ala al-ardi qabla rukbatayhi, yani hadha هو السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسنة بيغامبرit صلى الله عليه وسلم i ka dëshit dy durët e tij para këmbëve kur ka bërë sejdë, se në rënien sejdë është urdhëresa e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u bë me dy durët para këmbëve. Hadithi i vërtetë është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka bë para këmbëve. Edhe ajo ndalesa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ndaluar që njeriu mi gjasu devës për bjen në sejdë është i vërtet me këta. Nga se nëse shihni dikush për juve, devja kur të ulet, i qëtë mas pari ato që i ka për para. E të kafsht që janë me 4 kom, ato që janë për para janë komt. E për mas i ka durt, hajvani që i ka 4 kom, për para i ka komt, për mas i ka durt. Edhe nëse shihni komt, për shumë të na kemi kuajt, kemi lop, deves kemi, nëse i shihni këto, thot, ato bryllat e ka me mrapa, i shihni që i thejnë qërsto si bryllat e njerit. Nërsa gojt i ka për para, edhe i shihni që thejnë si kur gojt e njerit, pejt për para.
përpara, jo përmas, sikur brylat e kalma. E këtyre çështje që të lopa dhe të devja çdo ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Wa kana ya'muru bidhalika fa yaqulu dhe ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë idha sajada ahadukum fala yabruk kama yabruku al-ba'ir wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi. Ka thonë edhe kur dikush thot bjen në sejdë, thot mos bjen sejdë çu bjen devja. Edhe leti çet durt para dy gojëve të tij. Bile edhe Umar radhiyallahu ta'ala anhu për në hadith të vërtet çka thonë që thot fabarakna ala rukbatayna, ka thonë edhe kemi bë burruk ta më që kanë thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në gjujt tonë. Kjo është forma e vërtet e rënies në sejdë. Do të rënia në sejdë duhet të bëhet me dur para gjunjve, me dur para gjunjve. Sifatu sujud, që është forma e sejdës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Wa kana yaqul inna al-yadayni tasjudu kama yasjudu al-wajh. فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما. Thot çish është forma e sejdës, çish ka bë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sejdën. Çka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dy dorë ka thënë bëjnë sejdë ashtu siç bën fytyra. Prandaj thot kur dikush nga ju e vendos fytyrën e tij në sejdë, thot edhe le ti vendosat edhe durt, thot edhe kur të ngritet le ti ngritet edhe durt, kur të ngritet edhe durt, thot se çish bën fytyra sejdë, fytyra jote sejdë ashtu bëjnë edhe durët e tua sejdë. وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضم أصابعها ويوجهها قبل القبلة. Thot edhe poshtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot është ul thot në sejdë kur ka bërë sejdë në shuplakat e durrëve. Edhe i ka bë bashk gishtat sallallahu alajhi wasallam, edhe i ka drejtu drejt kiblës. S'vendon thon gishtat tu me kanë drejt anash kiblës. Kështu apo kështu, do të më kanë drejt kiblës. Çashtu njëtë është edhe me kom. Edhe komt gjatë sejdës, edhe gjatë qëndrimit në ruku dhe në sejdë do të më kanë drejt kiblës. Jo sikur se shkronja dhe, jo sikur se do të më kanë sikur se numrin 11 drejt, do të më kanë drejt kiblës. Ashtu është veprimi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Që plot prej vllazëve tonë e bëjnë këtë veprim kur bën kur është në qiyam i bën komti shtramën, i bën sikur shkon javë, nuk bën ashtu, nuk është wa kana yaj'aluhuma hadwa mankabayhi wa ahyanan hadwa udhunayhi. Atë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka bë durët e tyre kur ka rënë sejdë, ka bë tekbir, i ka çuar durët deri te shpatullat e veta ose deri te veshët e tij sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa kanu yumakkinu anfahu wa jabhatahu min al-ard. Edhe po ashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka qit hunën e tij edhe ballin e tij në sejdë. Kur të bësh sejdë do të më qit edhe ballin, edhe hunën do të më qit komplet do të më qit në sejdë. Edhe i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që është fal keq, o i qala li musi salatahu wa idha sajadta famakkin li sujudik. Ka thënë edhe ka thënë edhe kur të bësh sejdë, thon sejdën tonë forcoj dhe jepja vendin sejdës. Edhe ka thënë në rivaje ukhra وإذا سجدت فأمكنت وجهتك ويديك حتى تطمئن كل عظم منك إلى موضعه. وكان يقول لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض وما يصيب الجبين. لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. قال في كلام صلى الله عليه وسلم قال كربيش نسجدة هذا إيك يسيت بالين تند edhe durët e tua në sejdë, edhe duhet në çdo asht të jetë në vendin e tij. A ka thonë, nuk ka namaz për ata i cili huna të cilit
nuk e bën ata që e bën balli i tij në sejdë. Thot ballin me prek në sejdë, po ashtu edhe bull edhe huna duhet me prek në sejdë, edhe hunda duhet me prek në sejdë. وكان يمكن أيضا ركبتيه وأطراف قدميه ويستقبل بصدورهما قدميه وبأطراف أصابعهما القبلة وينصب رجليه وأمر به وكان يفتح أصابعهما وهو يرص عقبيه. Çka thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çka ka bërë? Po ashtu gojtë e tij i ka qit në sejdë, gjujt, do thotë kur ka bën sejdë ka qit gjujt e tij, se pejgamberi sallallahu ka urdhëruar të 7 pjesë të trupit me bë sejdë, 7 pjesë të trupit. 7 pjesë të trupit me bë sejdë. E thot për tyre është edhe gjujt pejgamberi sallallahu edhe po ashtu anë të gishta, thot pjesë e fundit të gishtave i ka drejtuar drejt kiblës pejgamberi sallallahu edhe thot i ka qit komt të gishtat para drejt kiblës, në drejtim të kiblës kur ka bë se thot i ka drejtu, komt i ka bë bashk, edhe gishtat e kombëve i ka kthy ka kibla sallallahu alaihi wasallam, edhe ka kthy ka kibla pejgamberi sallallahu edhe i ka bë bashk dy zojt e kombëve, dy zojt e kombëve edhe shputat e kombëve do t'i ka bë bashk, edhe gishtat e kombëve ka kthy nga kibla sallallahu alaihi wasallam. Thot edhe ka thonë wa kana yarfa'u ajizatahu, thot e yani muakharahu. Thot edhe ka ngrit prapanicën e tij sallallahu alaihi wasallam. E ka ngrit, thot pjesën e mbrapme të trupit e ka ngrit lart. sallallahu alaihi wasallam. فهذه 7 أعضاء كان صلى الله عليه وسلم يسجد عليها الكفان والركبتان والقدمان والجبهة والأنف. Thot 7 pjesë të trupit në të cilat ka bërë sejdë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot dy shuplakat e durve, dy gjujt, dy komt, edhe balli edhe huna, thot koka, kështu ka dhënë. وقد جعل العضوين الأخيرين كعضو واحد في السجود حيث قال أمرت أن أسجد، وفي رواية أمرنا أن نسجد على 7 أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين وفي لفظ الكفين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكتفت الثياب والشعر. وكان يقول إذا سجد العبد سجد معه 7 آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. Pejgamberi sa ka thonë, thotë që ka thonë i ka bërë këto 2 pjesë të fundit si pjesë të vetme, do të fytyrën edhe këto ballin edhe hunën i ka llogarisë si pjesë të vetme, sa ka thënë i ka thujt 7 pjesë, edhe pse 8 janë kështu nëse i dojmë një kanë një, por 7 se ka llogarit kokën, ballin dhe hunën si një. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë jemi urdhëruar duhet të bëjmë sejdë në 7 eshtra. Në ball dhe ka prek edhe hunën. Në ball ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ka prek edhe hunën. Në dy durt, dy shuplakat e durve, në 2 gjojt dhe në pjesët e përballme të kombëve. Edhe ka thënë po ashtu, mos mi tërhiq as flokt e as rrobat. Çka i bën kjo? Thot rrobat që i hi, flokt nëse hi gjata, flokt e gjata, zbon mi lidh. Edhe rroba thot zbon mi lëviz, po duhet me dha ato me bë ato sejdë bashkë me njeriu kur të bën sejdë, nga se edhe ato bëjnë sejdë që bën njeriu. Edhe çka thon pejgamberi sa në një hadith tjetër ka thonë kur të bën sejdë njeriu, bën sejdë me të dhe 7 pjesë të trupit të fytyra e tij, me fytyrë kuptohet edhe fytyra edhe balli dhe huna, 2 shuplakat e tij,
dy gjujt e tij dhe dy këmbët e tij. وقال في رجل صلى ورأسه معقوس من ورائه إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. وقال أيضا ذلك كفل الشيطان يعني مقعد الشيطان يعني مغرز ظفره يعني الرجل إذا ضم شعره وراه لا يصلي كذلك في صلاة وهذا للرجال فقط. Edhe ka pa thot një njeri thot duke u fal me flokë të lidhta, me flokë të lidhura mbrapa. Edhe ka thonë shembulli i këtij thot është të kërsis sikur shembulli i dikujt që falet duke i pas durët e lidhta përmas. Si i pas durët e lidhta përmas. A ka thonë kjo është thot vendshëndrimi i shejtanit. Kjo është vendshëndrimi i shejtanit në vendin ku i ka lidh flokët. Sepse edhe flokë duhet me rroba sejdë që bën sejdë njeriu. Kjo është vlen vetëm për meshkujt. Vlen vetëm për meshkujt që i kanë flokët e gjata. Meshkujt me flokët e gjata s'bën mi majt flokët lidhta në namaz, po duhet mi zgjidh. E për gratë kjo nuk vlen. Për gratë kjo nuk vlen, shka thonë ulema, kjo vlen vetëm për burrat. Gratë nëse kanë nevojë mi lidh flokët, ose me bistek, ose me diçka të i lidhen, nuk ka kusht mi zgjidh flokët në namaz. Nuk të zgjidhin flokët në namaz, kjo vlen vetëm për burrat. Nuk vlen për gratë. Kjo thotë duhet me pas kujdes që plot për vllaznive e bën këtë punë, thotë i shef disa vllazni me flokë të gjata, edhe i lidhin flokët në namaz, nuk bën dot me atë vretëm i tregu që mi zgjidh flokët gjatë namazit. وكان لا يفترش ذراعيه بل كان ينهي عنه وكان يرفعهما ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه وحتى لو أن بهمة أراد أن يمر تحت يديه مرت. وكان يبالغ في ذلك حتى قال بعض أصحابه إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد. وكان يأمر بذلك فيقال إذا سجدت فضع كفيه وارفع مرفقيك ويقول اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعه انبساطا وفي رواية بسط الكلب وفي لفظ آخر وحديث آخر ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i ka kur ka bërë sejdë, nuk i ka qit në tokë, i ka qit tokë durët e tina, bryllat e tij pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i ka shtry për tokë. Nuk i ka shtry për tokë kur ka bërë sejdë, por i ka ngrit bryllat. Edhe i ka largu, kur ka bërë sejdë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i ka çu bryllat ashtu edhe i ka largu anash, ka bë sejdë sallallahu alaihi wasallam. Sa që thot, ju ka dok bardhësia e nënshëtullave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kush e ka pa prej mbrapa. Se kjo tregon se çfarë ka pas vesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas vesh, do të ka pas rida. Rida është sigurisht pjesa e lartë që e mbajnë haxhit edhe ata që bëjnë umre, s'është si ihramit që si formë të veshur rrobës ka pas. E thot ajo kur bish në ruku mundesh me pa dikush pjesën të brendshme të trupit kur të bash në sejdë. Thot ai ka ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ashtu dur sallallahu alaihi wasallam. Bila thot bile ka thonë që nëse do një dele e vogël, thot yani nëse një kinj, thot kish dash me kalu poshtë durrët pejgamberit ka pasëse, ka mujt me kalu. Çfarë nati ka çupi pejgamberi sallallahu durrt sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka thonë thot saqë ka bërë kështu saqë disi nga sahabët ka thonë disa kan thonë në harë keq për Rasul sallallahu në harë keq për Rasul sallallahu sa shumë i ka largu durët të ka bërë sejdë nga trupi i tij, edhe ka urdhru ashtu pejgamberi sallallahu ka thonë. Edhe ka thonë kur të bësh sejdë ka thonë vendosi poshtë dy shuplakat e durrës ty dhe ngriti thot
ngriti bryllat. Dhe ka thonë, shëndron drejtoni mirë në sejdë, edhe mos i çet në tokë dikush thot bryllat e tyre, sikur se bën qeni. Qeni e ke pa kur thulet i çet bryllat në tokë. Çet bryllat në tokë çfarë bën qeni. Edhe ka thonë poshtë pejgamberi ka thonë mos thot dikush mos për ju mos i bën thot mos i shtroj bryllat e tij në tokë sikur se qeni. Edhe ka thonë pejgamberi ka thonë la tabsut dhira'ika basta as-sub'a wad'am على راحتيك وتجافي عن ضبعيك فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك معك çfarë është ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë mos e bë ka thonë këto ose mos qëndro ul në sejdë çu bojnë egërsirat. Dhe ka thonë po ashtu ka thonë qëndroju mbahet në shuplakat e durve tua. Edhe ka thonë largoje ato që kanë të në shëtullat tona, në shëtullat tua, zgjanoj kështu nëse ki mundësi. Kjo kuptohet vlen kur falesh vetë ose je imam. Nëse je me njerin që është ty fal nga ti, s'mund e bën këtë punë. Në kryesore kur nëse je falësh me dikon afër te, i çon bryllat kanë mirë, po s'mund të falësh çështë gjano. Nga se falet kur ti vetëm thotë, kjo thotë nëse e bën këtë mënyrë thotë çdo pjesë e trupit tën, thotë falet me ty. Ka thonë pastaj thotë wujub at-tumanina fi as-sujud. Wujub at-tumaninati, ama çdo duhet më thotë. Wujub at-tumanina fi as-sujud. Obligashmëria e rahatis në sejdë. Balla çfarë? Në sejdë, thotë, obligashmëria e rahatis në sejdë. Çka thonë wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi itmam ar-ruku'i was-sujud wa yadribu liman la yaf'alu dhalika mathala al-ja'i' يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا وكان يقول فيه إنه من أسوأ الناس سرقة وكان يحكم ببطلان صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود كما سبق تفصيله في الركوع وأمر المسيء صلاته بالاطمئنان في السجود كما تقدم في أول الباب يعني. Thot muslimani ka obligim kur të falet thot më qëndru fort edhe më përqëndru fort në sejdën e tij, edhe më rahatu në sejdë. Edhe ka urdhëruar thot të plotësohet si rukuja dhe sejdja. Edhe ka përmend thot për këtë thot shembullin e atij që nuk e plotëson sejdën, sikur se dikush që është i uritur, thot edhe han një hurme apo dy hurme. Dhe një hurme e dy hurme nuk ta mujnë untje, edhe nuk të ngopin. Dhe ka thonë, ai njeri që nuk e plotëson sejdën e tij apo rukun e tij është prej njerëzve prej hajnave më të këqij. Thot o kana thot edhe po ashtu ka llogarit që ai që nuk e drejton shpinën e tij në ruku apo në sejdë nuk i vlen sa namazi. Siç e kemi përmendur më herët te rukuja, Dhe e ka urdhëruar ato që është fal dhe thot është fal keq, e ka urdhëruar sallallahu alaihi wasallam që të forcohet dhe të përqendrohet në namaz. Wallahu tebaraka wa taala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa barakallahu fikum.